Unë jam Tara Gavazaj, jam nga Prizreni, jam nga shkolla e Minduraku dhe sot jam duke përfaqësuar qytetin tim në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe në Tiranë. Mendoj që kjo Olimpiadë normalisht që nxjerrë lloj dashurie të thellë për gjuhën shqipe, kulturën tonë dhe duke na kujtuar se çfarë rëndësie të madhe ka kjo gjuhë në formimin tonë e identitetit edhe të shtetit tonë. Olimpiadë e cila na bën bashkë Shqipërinë dhe Kosovën drejt një qëllimi, atë dashuria dhe ruajtja e gjuhës dhe kulturës sonë. Tashmë jemi në fazën e tretë, fazën finale të Olimpiadës së parë të përbashkët të gjuhës shqipe mes Shqipërisë dhe Kosovës. Në këtë vit kemi angazhuar rreth 16.000 nxënës të dy vendeve të klasave të nënta, ku kanë kaluar 3 faza të Olimpiadës për gjuhën shqipe. Kemi parë nga afër se si jeni përgatitur me mësuesit tuaj, se si jeni angazhuar në të dyja vendet dhe më pas kemi tashmë 84 nxënësit që janë pra pjesë e fazës finale të Olimpiadës së parë të gjuhës shqipe mes Shqipërisë dhe Kosovës. Unë ndjehem e lumtur që ju jeni bërë pjesë e kësaj gore, të gjithë jeni fituar.